Pra, deklarata kushtetuese ishte shprehje e lirisë, por edhe e barazisë. Ishte shprehje e vullnetit të popullit kundër diskriminimit e nënpërfaqësimit. 2 muaj më pas, me 7 shtator 1990, shumica e këtyre delegatëve arritën të marrin pjesë në një mbledhje të organizuar në fshehtësi në Shtëpinë e Kulturës në Kaçanik, ku miratua Kushtetuta e Kosovës dhe u shpall Kosova Republik. Këto 2 akte politike, të cilat e plotësuan njëra tjetrën, ishin shpallje deklarative politike, por edhe shpallje normuese e juridike të Kosovës Republik, si një vullnet politik gjithpopullor e i kahmatshëm, i cili deri atëherë kishte qarkulluar masivisht, por vetëm si paru. Deklarata e 2 korrikut 1990 në Prishtinë, e pasuar nga Kushtetuta e 7 shtatorit në Kaçanik, erdhën në 1 vit e gjysmë pasi Jugoslavia e dominuar nga Serbia e udhëhequr nga Miloševići, ja suprimoi autonominë Kosovës si njësi konstituive që ishte në kuadër të Federatës Jugoslave. Në vitet 1989, 90 dhe 91, të gjithë e mbajmë mend që jemi më të moshuar se si Serbia po ja shtrëngonte lakun në fyt shqiptarëve jo vetëm në Kosovë, duke u marrë statusin e autonomisë, duke i përjashtuar nga administrata, institucionet publike dhe vendet e punës, duke i dëbuar shqiptarët nga fabrikat dhe universiteti, e duke i mbyllur me mira shkolla të mesme, por diku edhe fillore. Gjithashtu, të gjitha këto ishin në kuadër të një plani, nuk ishin thjesht aksion, ishin zbatim i një plani për apartheid në Kosovë, ku mënyra se si sillej shteti me qytetarët varej prej përkatësisë etnike të tyre. Ky vlerësim në nderon thellësisht. Ai nuk u takon vetëm 111 delegatëve që votuan deklaratën kushtetuese, por të gjithë qytetarëve të Kosovës, të cilët në rrethonat jashtëzakonshme të vështira besuan se vetëvendosja, liria, demokracia dhe dinjiteti njerëzor ishin vlera për të cilat duhet të angazhoheshim pa hezitim. Kur e shoh sot Kosovën si shtet lirë, të pavarur dhe demokratik, binden edhe më shumë se deklarata kushtetuese e 2 korrikut nuk ishte vetëm një akt juridik. Ajo ishte shprehje e vullnetit politik të popullit Kosovës dhe piknisje e një procesi historik që pavarësisht sfidave, sakrificave dhe vujtjeve të shumta, u kurorëzu me lirinë dhe shtetin tonë. Është po aq e rëndësishme të kujtojmë se suksesi i punës Kuvendit të Kosovës atëherë nuk ishte rezultat vetëm i vendimeve të delegatëve. Ai u bë i mundur fal unitetit që ishte krijuar ndër shqiptarët e Kosovës, fal angazhimit të Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, si dhe fal kontributit të elitës intelektuale dhe politike të kohës, e cila me vizion, urtësi dhe përgjegjësi ndihmoi në formulimin e platformës politike e juridike mbi të cilën u mbështet veprimtaria e Kuvendit atëherë. Më pas, këtë rrugtim u bashku rezistenca gjithpopullore, sakrifica e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe mbështetja vendimtarëve e miqve tanë ndërkombëtar, në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të NATO-s. Vërtet, koha shqyquar nga aspekti atmosferik ishte e nxehtë. Atëherë, por ishte e nxehtë se për rreth ne i vrenim ato snajperistat e policisë sërbe, të rrethum edhe në tokë edhe në ajër, por në ato rrethona delegatët dhe delegat e atëhershëm nuk hezituan që të vinë në Prishtinë dhe
vullnetin e popullit të shprehur në forma të ndryshme, ta së ndërtojmë me një akt politik, juridik, siç ishte deklarata kushtetuese. Paraprakisht kjo deklaratë ishte shqyrtuar edhe nga institucioni më i lartë shkencor, Akademia e Shkencave, që përbënte një sublimim të përgjithshëm të vlerave dhe kërkesave të popullit. Ne kishim hisen që në qato rrethona kur, si thuhet, ishte praptu qerja me 23 mars të vitit 1989, kur në rrethonet jashtëzakonshme ishte suprimue ajo autonomi çfarë ishte e Kosovës, që të ndërmarrën veprime të caktuara për kthimin e gjendjes, mendoj në kuptim ma pozitiv. Prandaj falenderoj edhe ata delegatë që nuk janë më në mesin tonë, po edhe të gjithë të tjerë që së bashku pa hezitim shprehen këtë vullnet para platos së hyrjes në kuvend, sepse dyert na ishin të mbyllura në atë kohë, edhe pse thuaj se salla e kuvendit ishte ajo, por ajo s'ishte ditë për delegatë të kuvendit. Vërtet është një satisfakcion dhe respekt për delegatët, po edhe qytetarë që na kishin rrethuar vërtet për rreth dhe thonin se nuk largohemi, dojmë fatin e juaj me nda këtu pa me juve, që në atë ditë shprehen vërtet atë çfarë e mendon. Kryeministri përmendi kohën e zgjatjes. Jo ishte përgatitur paraprakisht asaj seancë, edhe skenari si do të udhëhiqej, kush do të udhëhiqej, kush do të lexonte. Pa hezitim kishte edhe ide tjera, që nëse bie dikush, tjetri ta zaventoj kështu me radhë. Në qato rrethona ka plot delegatë që s'kanë shku të shtëpia fare, kanë qëndruar të misht, të shokët, që të qëndrojnë atë ditë, që të vinë atë ditë në Prishtinë dhe mos të ndahen nga kolegët. Mirë, po mua dy korriku që është një nga ato data që gjithkush e dim se ku jemi ndodhur, pavarësisht nga mosha që kemi pasur, mua më ka gjetur në Tiranë. Ndiqni me shumë fanatizëm lajmet që vinin nga Kosova dhe unë me dy korrik ka pasur mbrëmjen e maturës. Kisha përfunduar shkollën e mesme dhe përgatiteshim për mbrëmjen e maturës, ndërkohë që ndiqni me kujdes çfarë ndodhte në Prishtinë. Kaq mbrëmja, kur u nisëm për të shku tek një lokal ku do të mbajmë mbrëmja e maturës, unë pash kamionët e pafund me ushtarë të cilët në Shqipërinë e atëhershme, e cila ende ishte në diktaturë, mbushnin rrugët e Tiranës. Dhe në naivitetin tim, mendova, wow, thash, ta po nisem për në kufi, për me dhënë sinjalin Serbisë, që nëse i ngacmoni, na jemi këtu për juve. Natën vonë mora vesh që i kishin nxjerrë kamionët me ushtarë për shkak se kishin hyrë njerëzit nëpër ambasada. Kaq kishte të bënte ushtria. Po për një çast e mendova si do të ishte fati i Kosovës nëse edhe shteti shqiptar do t'i dilte në krah dhe do ta mbështeste me gjithçka që kishte mundësi, siç ndodhi pastaj në vitet e mëvonshme. Prandaj gjenerata ime, gjenerata jonë, por edhe të gjitha gjeneratat e tjera që pasojnë, janë thellësisht mirënjohëse për kontributin tuaj individual dhe kolektiv, si qytetar dhe si delegat të Kuvendit Kosovës, dhe asnjë sekond nuk e harrojmë përgjegjësinë që kemi, që atë që është nisur prej shumë e shumë brezave para nesh, ta çojmë, ta mbajmë edhe ta përparojmë pa u vonu asnjë ditë. Faleminderit.